Ditën e sotme nisi zbatimi i amnistisë penale në burgjet e Shqipërisë. Sipas të dhënave zyrtare, 541 të dënuar u liruan menjëherë, ndërsa 803 të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Gjithashtu, 173 persona përfitojnë nga rillogaritja e dënimit dhe 67 nga bashkimi i dënimeve. Në total, 609 të dënuar nuk përfitojnë, pasi nuk plotësojnë kriteret ligjore. Numri më i madh i të liruarve është nga burgjet e Lushnjës, Fierit, Reçit, Rrogozhinës dhe Korçës, ndërkohë më shumë të dënuar që mbeten jashtë amnistisë janë Reç, Peqin, Fier, Korçë, Burrel dhe Durrës. Procesi i lirimit po zhvillohet në të gjitha institucionet e vuajtjes së dënimit nën mbikëqyrjen e autoriteteve. Kreu i SPAK-ut Klodian Braho raportoi sot në kuvend në Komisionin për Nismat Qytetare për punën e vitit 2025, ku deklaroi se krimi zgjedhor mbetet një fenomen shqetësues, por theksoi se SPAK vepron vetëm mbi bazën e provave dhe jo të perceptimeve politike. Duke u përgjigjur akuzave të deputetit demokrat Ivi Kanso se SPAK ka goditur liderët e opozitës gjatë zgjedhjeve dhe jo grupet kriminale që ndikojnë proceset zgjedhore, Braho tha se ky është një perceptim dhe se kushdo që rezultoni përfshirë do të mbajë përgjegjësi pavarësisht krahut politik. Braho foli edhe për hetimet financiare, duke zbuluar se shqiptarët e përfshirë në aktivitet kriminal jashtë vendit po tentojnë të shpërndajnë pasuritë jashtë Shqipërisë. Ai përmendi si shembull një pasuri me vlerë 12.7 milionë euro që po hetohet për çështjen e The Albanian Files dhe pretendimet për ndërhyrje politike. Kreu i SPAK-ut tha se kushdo që ka prova duhet i dorëzojë në prokurori, pasi askush nuk është imun para ligjit, duke ju referuar pyetjes për kryeministrin Edi Rama. Ndërsa për takimin e famshëm në Aruba, Braho garantoi se SPAK nuk mban prova të fshehura në dosje dhe se pas përfundimit të hetimeve do të ketë transparencë për elementet që mund të bëhen publik. Sa i takon pyetjes së deputetëve për çështjet e njohura që përfshin persona si ish-presidenti Ilir Meta apo ish-kryeministri Sali Berisha, kreu i SPAK-ut Klodian Braho tha se për çështje konkrete nuk mund të jap informacione nga hetimet. Duke folur për kërcënimet ndaj personelit të prokurorisë së posaçme, Braho tha se për disa prokuror ka kërkuar siguri shtesë. Sa i takon institucioneve të drejtësisë, në rastin konkret Byros Kombëtare të Hetimit, kreu i SPAK-ut theksoi se kjo e fundit ka nevojë për më shumë hetues dhe sipas tij synohet konsolidimi i byros dhe forcimi i kapaciteteve teknike. Një tjetër informacion të rëndësishëm që deklaroi sot kreu i SPAK-ut ishte fakti se prokuroria e posaçme së bashku me ndihmën e FBI-së amerikane po hartojnë hartën e krimit të organizuar në Shqipëri. Kreu i Byros Kombëtare të Hetimit Joni Keta deklaroi se kriptovalutat janë një nga sfidat e reja globale në luftën kundër krimit dhe se institucioni që ai drejton ka rritur kapacitetet për gjurmimin e aseteve digjitale. Gjatë raportimit në Komisionin për Nismat Ligjore, Keta tha se hetuesit e BK-s kanë ndjekur trajnime 2 vjeçare për hetime me kriptovaluta dhe se rezultatet janë reflektuar në operacionet e zhvilluara. Ai theksoi se puna e BK-s shtrihet edhe në bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtar. Sipas tij, sfida e ardhshme është administrimi i kriptoaseteve në kuadër të ndryshimeve ligjore, ndërsa BKH ka krijuar struktura të posaçme për këtë fushë. Keta nënvizoi gjithashtu se BKH bashkëpunon me policinë e shtetit dhe nuk synon konkurrencë me të. Në apelin e posaçëm u zhvillua seanca gjyqësore për çështjen e inceneratorit të Fierit, pas rikthimit të dosjes nga Gjykata e Lartë për rishqyrtim. Në qendër të debatit ishte kërkesa e SPAK-ut për rihapjen e shqyrtimit gjyqësor dhe rimarrjen e provave për fshirë dokumente dhe dëshmi të reja. Prokurori Dritan Prendçi kërkoi një proces të zgjeruar provash, por mbrojtja e të pandehurve e kundërshtoi, duke argumentuar se nuk ka bazë ligjore për rihapjen e procesit. Avokatët e Lefter Kokës dhe Alqi Bllakos pretenduan se provat ekzistuese janë shqyrtuar dhe se nuk ka elementë të rinj që justifikojnë një proces të ri. Gjykata pritet të vlerësojë kërkesat e palëve për vijimin e çështjes. Gjykata e apelit ka lënë në fuqi dënimin me 16 vite burg për Mario Përlleshajn, autorin e vrasjes së Martin Canit dhe plagosjes së një tjetër të mituri në Tiranë. Ngjarja e rëndë ndodhi më 18 nëntor 2024 pas një konflikti mes adoleshentëve në shkollën Fanoli, i cili përfundoi në një përleshje me thik pranë ambienteve të shkollës. Martin Cani humbi jetën ndërsa një tjetër 14 vjeçar mbeti i plagosur. Gjykata e dënoi Përlleshajn me 12 vite për vrasjen dhe 10 vite për tentativën e vrasjes, por pas bashkimit të dënimeve vendosi 16 vite burg. Ngjarja në fjalë tronditi mbar opinionin publik dhe regjistroi debate të forta, si edhe protesta për siguri në shkollat e vendit. Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar 2 apartamente dhe një garazh në pronësi të shtetasit me iniciale AA, i dënuar me 10 vite burg për trafikim të lëndëve narkotike. Hetimi pasuror zbuloi se të ardhurat e deklaruara prej tij dhe familjarëve nuk justifikonin investimet e kryera në prona. Ekspertiza kontabël evidentoi një disproporcion të madh mes pasurive dhe burimeve të ligjshme financiare, duke ngritur dyshime se ato janë krijuar nga aktiviteti kriminal.
Në sekuestro janë vendosur një apartament 1+1 me verandë në rrugën Xhanfize Keko, si dhe një apartament 2+1 dhe një garazh në një kompleks në ndërtim në rrugën Kahraman Ylli. Prokuroria thekson se pasuritë plotësojnë kriteret ligjore për sekuestrim pasi dyshohet se janë përfituar nga trafiku i drogës. Vatra e zjarrit në Novosel është riaktivizuar sërish duke rikthyer alarmin në zonë. Flakët që shpërthyen një ditë më parë në një sipërfaqe me shkurrë, ullinj dhe barishte, vazhdojnë të përhapen ndërsa tymi i dendur ka mbuluar të gjithë zonën. Situata mbetet shqetësuese pasi pranë vatrës ndodhen banesa që rrezikohen të preken nga zjarri. Forcat zjarrfikse ndodhen në terren dhe po punojnë intensivisht për izolimin e flakëve dhe mbrojtjen e banesave, ndërsa autoritetet vijojnë të monitorojnë zhvillimin e situatës. Policia e Elbasanit ka bërë sot bilancin e punës për muajt maj qershor 2026, ku raportohen 428 raste të referuara në prokurori dhe zbulimi i 427 prej tyre, ose 99.76% e rasteve. Drejtori i Policisë Vendore Fatmir Hoxha tha se për këto vepra penale janë proceduar 448 persona, nga të cilët 63 janë arrestuar në flagrancë, 16 janë ndaluar me urdhër të prokurorisë, ndërsa 4 janë shpallur në kërkim. Gjatë kësaj periudhe janë zhvilluar 14 operacione policore, ndërsa janë sekuestruar me vendim të gjykatës së posaçme pasuri me vlerë 225.000 euro, që dyshohet se burojnë nga veprimtari kriminale. Policia ka trajtuar edhe 355 konflikte, kryesisht për motive pronësie, ndërsa vëmendje i është kushtuar edhe zonave turistike ku janë asistuar disa vizitorë gjatë lëvizjeve në terrene malore. Policia e Lezhës ka goditur një rast të kultivimit të kanabisit në fshatin Vel në kuadër të operacionit Lightning. Policia zbuloi 5 parcela me bimë narkotike dhe u arrestuan 2 persona, mes tyre pronari i banesës ku ishte ngritur një laborator i brendshëm me 119 bimë kanabisi të kultivuara me llampa dhe energji të vjedhur. Pranë banesës u gjetën edhe 2 parcela me 55 bimë të tjera, ndërsa në shtëpinë e njërit prej të arrestuarve u sekuestruan 16 telefona celular. Ndërkohë ka nisur procedimi penal edhe ndaj 4 punonjësve të OSHS për shpërdorim detyre dhe korrupsion pasiv. Hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë. Një operacion i Guardia di Financas në Ancona ka goditur një rrjet të dyshuar të trafikut të kokainës, duke çuar në sekuestrimin e mbi 111 kilogramëve drogë dhe arrestimin e 3 personave, 2 shqiptar dhe një rumun. Hetimi i koordinuar nga Prokuroria e Anconës nisi pas ndjekjes së një automjeti të dyshimt, i cili u gjurmua deri në zonën e Parmas, ku konstatua një shkëmbim me drejtuesin e një kamioni. Gjatë kontrollit u zbulua një ndarje e fshetë në kabinë, ku ishin fshehur 100 pako me kokainë. Policia sekuestroi gjithashtu rreth 19.000 euro kesh, të dyshuara si pagesë për transportin. Sipas autoriteteve, droga do të kapte vlerën e rreth 20 milionë eurove në treg.